Pas ngjarjes së Ksamilit, ku turisti portugez u qellua me thikë për vdekje, një tjetër anë e turizmit shqiptar doli në pak. Në bilancet e SPAK për pasuritë e sekuestruara të anëtarëve të krimit të organizuar dhe personave të lidhur me ta, një numër të konsiderueshëm e zën hotelet që gjenden kryesisht në Bregdetin shqiptar. Sipas ish prokurorit Eugen Beçi, sektori i turizmit dhe ndërtimit ofron terrenin ideal për pastrimin e produkteve të veprës penale. Sipas tij, arsyet janë krejtësisht praktike dhe kanë të bëjnë me qarkullimin e lartë të paras fizike cash, si dhe me volumin e madh sezonal që lejon justifikimin e të ardhurave të padeklaruara përmes faturimeve fiktive ose rritjes artificiale të xhiros ditore. Eva Rama, kryetaria e shoqatës shqiptare të operatorëve turistik, u shpreh për Birn se shitësuese për turizmin në shkurstrukturat turistike rezultojnë të zotërohen apo kontrollohen nga persona të lidhur me veprimtari kriminale. Sipas saj, bizneset që punojnë me kapital të ligjshëm nuk konkurojnë në të njëjtat kushte me struktura ku mund të qarkullojë kapital me origjinë kriminale. Sipas ekspertëve, institucionet shtetërore duhet të verifikojnë burimet e vlerave financiare që investohen në sektorin e turizmit, si dhe në çdo sektor tjetër.